Në segmentin rrugor Shkodër-Koplik, shpeshherë gjatë kësaj periudhe ndeshesh me Adem Kurtajn. I mushuari tregton në rrugën nacionale produktet e tij bujqësore, të cilat i kultivon në tokën e tij, me një tavolinë të vogël të vendosur anës rrugës. 70 vjeçari në këtë periudhë po tregton për të njom. Për 10 vjet dalë edhe në pranver dalë me patate që sa të komisaria dhe komo permitive. Ja, 100 sa metra se është me dron, e mirë patate. Sot kam gjerë 40 kg. E sa e shiti? Ka i milek i ka futë, se e për barabarës. Ma mirë i fje mali se shiten ma shpejt. Dhe i tash mirë balkanez, tash edhe i ta mbeten. Ademi thot se produktet e tij shiten shpejt, pasi edhe çmimi është i arsyeshëm. Ka i fje, liberti ka i fje se sa nuk shpenzon gjobë me makinë. E do të del njëri me i karus dojë dhe i shetë sa shetë dhe shkon në shpejt prapë. Që përfaqe bëllë me komil pak një 400 metra. Qip. Përse 700 metra. Me traktor punojnë, me traktor dhe me mjellë me grua punojnë me ashtu ka i fije. Me një mua pensionin e shumë që është, 96.000 lekë. Ndërsa pozicioni ku tregton është i rrezikshëm, pasi ky aks ka një lëvizshmëri të lartë automjetash dhe shpeshherë lëvizet me shpejtësi të lartë. Edhe për aksidente bëhen bëllë ku dalit në qose, nale një atje gjithë kush nale të atje, dikush të në nale të atje në qoshet të venës, dikush nale një atje që ka hapsin. Student duhet më rujt i fije, po se rujtës edhe aksidente bëhen. Demesa nga fëmijët e tij të cilët banojnë jashtë vendit është e pakët thot Ademi, pasi jetesa edhe për ato është e vështirë. Ja, është e në, po dojnë me që më marrë aty në 50 evra, që në bujësi si kënej jeni, është bujësia s'ka pare, pak. Gjatë rrugës Shkodër-Koplik janë disa shitës ambulant të cilët tregtojnë prodhimin e tyre bujqësore tek kalimtarët e rastit, por problem mbetet siguria rrugore, pasi lëvizshmëria e automjeteve është mjaft e lartë.